Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku mandia me djathë. Kam marrë 600 gram miell, shtojmë një lugë krip, 7 gram maja, 2 lugë uthull, 2 lugë vaj ulliri, 1 filxhan me ujë. Ujin do t'ja hedhim avash derisa të formohet brumi. Marrim një enë tjetër, hedhim pak vaj ulliri dhe kalojmë brumin këtu. E mbulojmë brumin dhe lëmë që të pushojë për 20 minuta. Tani do të përgatisim mbushin. 250 gram djathë të bardhë, 250 gram gjizë ose ricota, 3 lugë kos, 200 gram djathë të grirë dhe 2 vezë. I hedhim pak krip dhe i përzim gjitha së bashku. Brumi ka pushuar, tani do të përgatisim petat. Do ta ndajmë në 6 pjesë të barabarta. I hapim petat. I hapim në madhësinë e një pjate. I lyjmë me gjalp. Vazhdojmë me petën tjetër. Dhe në petën tjetër sipër. Hapim edhe petën e tretë. E vëmë edhe petën e tretë nga sipër dhe i lëmë në një anon. Hapim edhe 3 petat e tjera. Dhe vazhdojmë me këto 3 petat e para, t'i hapim të 3 së bashku. Pasi e kemi hapur në këtë mallësi, e lyejmë prap me gjalp. Edhe e palosim. E palosim, e lyejmë prap me gjalp. Dhe e palosim. E lëmë në një anon që të pushojë dhe vazhdojmë me 3 petat e tjera.
presim teten. Hedhim pushin. Marrim njërin cep, edhe cepin tjetër, edhe i bashkojmë bashkë. Marrim edhe 2 cepat e tjerë, e i bashkojmë bashkë. Marrim një tepsi, e lyejmë me gjallë dhe i vëmë mandijat në tepsi. Mandijat me djath i kemi gati, do t'i lyejmë pak me gjallë. Mandijat i kemi gati për në furrë, do t'i pjekim në 220 gradë për 40 minuta. Të dashur miq, mandijat i kemi gati, i kemi hequr nga furra. Të dashur miq, kjo është receta për sot, shihemi në videon tjetër.